Të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Jemi sot tek Suretul Gjathia, një sure mekase prej 37 ajeteve që emërtohet Gjathia, që ka kuptimin gjunjëzim, të gjunjëzohesh. Allahu thot në Kuranin famëlart: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Sundimi i qejve e i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh kiameti, atë ditë mohuesit dëshpërohen. Kjo është një sure mekase dhe Allahu Gjelle Shanuhu, po të shikojmë në Kur'an në mënyrë të përgjithshme apo specifikisht suret mekase, ja shpall profetit alayhi salatu vesselam 3 mënyra kryesore se si ai t'i ftoi njerëzit në besim, si t'i ftoi njerëzit në njohjen e Allahu Gjelle Shanuhu. Mënyra e parë është duke treguar Allahu Gjelle Shanuhu fuqin e tij absolute, pushtetin e tij absolut, që ai është khaliku kulli shay'in, është krijuesi i gjithë shkaje. Dhe këtë e shpall Kur'ani famëlart për të gjithë njerëzimin, për të kuptuar gjën më thelbësore, hapin e parë për të shkuar drejt njohjes së Allahu Gjelle Shanuhu, që të pranohet se ai është krijuesi i gjithë shkaje. Nuk krijon si Allahu asgjë. Çdo zot që pretendohet Allahu e ka udhur poshtë me Kur'anin famëlart duke u drejtuar njerëzve. Nëse ato që ju pretendoni si zotra janë të aftë të krijojnë diçka të ngjashme me mizën, dhe nëse nuk janë të aftë të bëjnë një krijimtari minimale, atëherë nuk mund të quhet Zot, sepse Zoti absolut është Allahu Gjelle Shanuhu, ai që ka krijuar gjithçka. Dhe këtë Allahu e shpall në Kur'anin famëlart për të gjithë mendjet e shëndosha, që atij takon fuqia absolute, ndërkohë çdo krijesë tjetër për vetë faktin sepse është krijesë nuk ka fuqi ndoshta edhe për gjërat më elementare për të qëndruar në ekzistencë. Pse? Sepse gjërat më të rëndësishme që kanë të bëjnë për ne si njerëz, që është të jetojmë në këtë botë dhe mos të duam të largohemi nga kjo botë siç është vdekja, ne këtë nuk e ndalojmë dot. Kush e zgjodhi ditën që do të lindë, e kush do ta zgjedh dot ditën që do të vdes? Kjo është jashtë kompetencave të njeriu. Njeriu nuk ka mundësi qoftë edhe një oksigjen për të mbajtur shpirtin gjallë ta thith atë nëse nuk do të kishte shëndetin. Kush e siguron shëndetin ton si njerëz? Kush na i ka dhënë të gjitha këto begati që na e mundsojnë dhe na e lehtësojnë jetën tonë për të jetuar në jetën e kësaj bote? Pa diskutim që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë pra i është nënshtruar atij. Thot Allahu në Kur'anin famëlart: "Thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in." Dhe për të demonstruar fuqinë absolute, Allahu Gjelle Shanu na tregon këtë ajet, ku thot: "Mandej mbasi krijoi qiellin dhe tokën, e mësyu qiellin edhe ai ishte tym, mjegullin, që ishte pra materia e parë e krijimit të gjithë shkaje, dhe ju drejtua qiellit edhe tokës, qasuni tek urdhri im me dëshirë ose me dhunë. Dhe të dy, qielli dhe toka, u përgjigjen: po vim me dëshirë." Ky është një nga ajetet demonstruese të fuqisë absolute të Allahu Gjelle Shanu. Qa do të bësh
Karshi Allahu Gjeleshanu kur ti je krijes, kur ai të ka krijuar. Ndërkohë Allahu pofton dhe po jep një shembull absolut, siç është krijesa më madhështore, qielli, e toka që ne jetojmë në të, që e kanë nënshtruar për ne, u drejtua këtyre dhe u i tha, do të vini drejt urdhrit tim, pra ideja është, do të bindeni Allahu Gjeleshanu me dhunë apo me dëshirë, se nuk ka rrugë tjetër, ju do të bindeni, ose me dhunë ose me dëshirë. Por këtu çështja është një mesazh i madh për ne si njerëz me vullnet të lirë, që të shkojmë drejt Allahu Gjeleshanu me dëshirën tonë të plotë. Thënë ndryshe, të shkojmë drejt vdekjes me dëshirë, sepse duam apo nuk duam, ajo do të ndodhë, është e pashmangshme. Por të shkosh drejt vdekjes me dëshirë duke qenë besimtar, duke e pranuar fuqinë absolute të Allahu Gjeleshanu, na bën neve më pas të meritojmë mëshirën e Zotit Gjeleshanu. Dhe kjo fakt, ftesa në mëshirën e Allahu Gjeleshanu është ftesa e dytë në Kur'anin famëlar që e ka zgjedhur Allahu Gjeleshanu si një prej mënyrave për t'i ftuar njerëzit në besim. Sepse Allahu Gjeleshanu, duke na treguar të gjitha mirësitë dhe begatit që ne ai na ka begatuar në jetën e kësaj bote, po na thot, o ju njerëz, jetoni këtë jetë sipas urdhëresave të Zotit Gjeleshanu. Synoni kënaqësinë e Tij, sepse ju pret mëshira ime dhe mëshira Allahu do të thotë xheneti, shpërblimet e Tij të mëdha. Dhe e kundërta që është metoda e tretë të dashur besimtar, është kërcënimi me zjarrin e xhehenemit dhe me hidhërimin e Allahu Gjeleshanu. Dhe ne shohim her pas here në Kur'anin famëlar që Allahu Gjeleshanu kërcënon me dënim të rrept, kërcënon me zjarr. Dhe tha profeti alayhis salam, zjarri i kësaj dynjaje në krahasim me zjarrin e xhehenemit është 70 herë më pak efikas në djegje. Imagjinoni zjarrin e dynjas që e përdorim për përditshmërinë tonë, për gatim, nuk e durojmë dot të vendosim gishtin mbi të, e çfarë do të bëjmë ne më pas, Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit, që thotë është 70 herë më i nxehtë. Allahu na ruajt prej tij. Por kjo është një metodologji që Allahu Gjeleshanu i fton njerëzit, sepse me të vërtet sa njerëz duan me të vërtet që të friksohen, që me të vërtet i thrasin mendjes dhe logjikës së tyre. Me fakte, logjike pa diskutim, siç na i ka shpallur Kurani famëlar. Dhe kështu është dhe kjo sure të dashur besimtar, Suretul Gjathie, surja që flet për një gjunjëzim. Po çfarë është ky gjunjëzim? Thot Allahu i lartësuar në Kuranin famëlar, "Wa tara kulla ummatin jathia", ditën e gjykimit do të shikosh të gjithë popujt të gjunjëzuar. Pra siç jeni ulur ju tashmë, imagjino të jesh i gjunjëzuar, të kesh frikë se po shkon në zjarrin e xhenemit, mos ta dish se çfarë do të bëhet me ty, edhe ti je në pritje, je në një ankth të madh dhe kështu përshkruhet, Allahu na ruajt nga kjo skenë e zjarrit e ditës e llogaridhënies para Allahu Gjeleshanu. Imagjinoje ti vetë ndoshta je në mes të askundit në një errësirë, edhe të zë një frikë se mos po të sulmon ndonjë kafshë egër dhe ke një merak të madh si të ikesh dhe të shpëtosh, të shikosh një dritë dhe të orientohesh drejt saj. Kështu përshkruhet edhe dita e gjykimit të dashur besimtar. Allahu frikson me këtë ditë pikërisht ata njerëz të cilët e kanë besuar Allahun Gjeleshanu hak të vërtet dhe që janë të bindur që do të dalin para Allahut Gjeleshanu në këtë ditë që është me të vërtet shumë e tmerrshme. Është një ditë që Allahu e ka përshkruar nga ditët më të tmerrshme. Thot profeti alayhis salam, një shembull për të kuptuar këtë gjë, do të jetë, thot, dielli ditën e gjykimit në fushën e masherit 1 milje larg kokave të njerëzve, 1.6-1.7 kilometra. E imagjinoni në verë çfarë vape kemi ne që nuk na zë vendi dhe dielli është me qindra mijëra kilometra larg dhe po përshkruhet një skenë e kësaj natyre, ku pikërisht njerëzit do të ndahen në këtë ditë në bazë të besimit dhe jo besimit, veprave të mira dhe veprave të këqija. Nuk do të ketë atje benefite dhe përfitime për shkak të posteve apo pozitave të rëndësishme të jetës së kësaj bote. Nuk pin ujë këto atje, nuk blehen me pare këto pozita në atë ditë. Allahu Gjeleshanu na ruajt. Dhe thot pikërisht kështu Allahu Gjeleshanu, do të shikosh të gjithë popujt të gjunjëzuar para Allahu Gjeleshanu. Dhe gjithë secili prej këtyre popujve do të thirret tek libri i vet.
Dhe sot u thuhet do të shpërbleheni për atë çfarë keni vepruar. Imagjino të gjithë popujt që do të shkojnë gjithë secili me profetët e tyre, me librat që i ka shpallur Allahu xhaleshanu atyre profetëve. Imagjino për shembull Musain alayhis salam me Teuratin dhe gjithë populli i tij mbas që do të kenë Teuratin në krye. Imagjino Isain alayhis salam me Injilin dhe gjithë populli i Isait do të jetë mbasi Isait me Injilin në krye. Imagjino muslimanët me Kur'anin dhe me Muhamedit alayhis salam dhe Kur'ani do të jetë në krye. Po pse është gjithë kjo? Sepse çdo ummet do të jetë me popullin e tij. Dhe tha Allahu i lartësuar në ajetin 29 të kësaj sureje: "Hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Ky është libri jon, thot Allahu xhaleshanu, i shënimeve të veprave tuaja, që dëshmon të vërtetën e saktë dhe që ne kemi kërkuar të shkruhet ajo çfarë veprohet. Tashmë na del një skenë tjetër të dashur besimtar. Imagjino përballë kemi Kur'anin si musliman dhe gjithë secili me veten e tij ka librin e veprave që ka vepruar në jetën e kësaj bote. Sepse thot Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik: "Kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun." Njeriu ka dy ëngjët shkrues, të cilët din gjithçka çfarë bën njeriu. Dhe do të kemi gjithë secilin librin ton dhe do ta lexojmë atë, a do të jetë në përputhje me Kur'anin apo jo. Do të shikohen veprat tona, a janë sipas urdhëresave të Kur'anit apo jo. Nëse janë ashtu, luma i njeriu dhe do të shpëtojë. E nëse janë e kundërta, ai njeri ka për të shkatruar përjetësisht në zjarrin e xhenemit. Dhe pikërisht në atë momente kur njeriu do të jetë i gjunjëzuar para Allahu xhaleshanu, pikërisht pra do të hapen librat e veprave tona dhe do të ballafaqohen me librin që i është shpall profetit ton Muhamedit alayhis salam, dhe çdo popull do ta ballafaqojë librin e veprave të tij me librin që i është shpall profetëve të tyre. Dhe këtu do të shikojmë më pas ku thot Allahu i lartësuar në Kur'anin fisnik: "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." O njeri, lexoje vet librin tënd tashmë, sepse të mjafton vetëm vetja jote për të bërë llogari. Njeriu do të lexojë vet librin e vet dhe nuk ka nevojë t'ia bëj llogarin më Allahu xhaleshanu, sepse njeriu do të shikojë veprat e tij me atë çfarë ka urdhëruar Kurani, a përputhen apo jo. Edhe njeriu do ta pranojë vet më pas që e meriton të dënohet nëse nuk ka qenë në rrugën e Kuranit famëlart. Allahu e përshkruan po ashtu këtë skenë të frikshme ditën e gjykimit, ku thot: "Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dhe do të vi libri i veprave të gjithë secili prej njerëzve dhe do të shikosh kriminalët, mëkatarët, gjunaqtarët të friksuar nga shënimet që janë në atë libër, dhe do të thonë këta njerëz: "Të mjerët ne, që shpuna e këtij libri që nuk ka lënë asgjë të vogël, asnjë gjuna të vogël pa shkruar dhe asgjë të madhe pa e përfshirë në të." Dhe ata që vepruan do ta gjejnë të gatshme dhe prezente punën e tyre, sepse Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Dhe pikërisht ajo është dita ku kriminalët, gjunaqtarët do të trishtohen, ndërkohë patjetër Allahu na bëf prej tyre, besimtarët do të gëzohen. Sepse thot Allahu i lartësuar në ajetin e 30 të surës Gjathia: "Fa amma alladhina amanu wa 'amilu salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dhalika huwa al-fawzul mubin." Përsa i përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet në xhenet, dhe ky është shpëtimi i madh. Dhe kur e shpjegova skenën e parë që do të jetë dielli 1 milje mbi kokat e njerëzve, ka përshkruar profeti sallallahu alaihi wasallam që njerëzit do të zhyten në ndjerëset e tyre në bazë të gjunaheve të tyre, ndërkohë besimtarët atë ditë që janë të sinqertë me Zotin, siç tha profeti alaihi salam, ka derdhë një pikë loti për hatër të Allahu xhaleshanuhu, pikërisht do t'i shërbehet atyre pije freskuese në ato ditë. Nuk do ta përjetojnë atë frikë të madhe që do ta përjetojnë mosbesimtarët, kriminalët dhe gjunaqtarët e mëdhej.
Kur e shikojmë në këtë perspektivë të dashur besimtar, shikojmë se në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu në Kur'an, çështja e librit e veprave tona që ne i veprojmë është një çështje që lidhet ngushtë me jetën e kësaj bote, me jetën e varrit dhe me ahiretin. Libri për sa i përket jetës së kësaj bote është Kur'ani famëlar, që siç themi shpesh në këtë mimber, duhet të jetë manuali kryesor i jetës së çdo besimtari. Dhe kur futemi në varr, na ka paralajmëruar profeti alayhi salatu vesselam që do të vinë dy me lajket, Munkeri dhe Nekiri, me lajket e varrit, e pyetjeve, pyetësit, dhe do ta pyesin njeriu. Do t'i thonë, kush është Zoti yt? Do t'i thonë, kush është ai njeri për cilin flitej për të që ka për profetin Muhammed alayhi salatu vesselam? Dhe kur njeriu do të përgjigjet, Zoti im është Allahu, dhe ai njeriu është i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam, me lajke do ta pyesin, po ti nga e di këtë, sepse kam lexuar në libër, pra në Kur'anin famëlar. Dhe kur njeriu do t'i përgjigjet në këtë formë, ka një hadith shumë të bukur të profetit alayhis salatu vesselam në këtë çështje. Dhe thotë, ne e dinim që ti do të përgjigje në këtë formë. Tashmë fli gjumë derisa të ndodh kiameti, pra ringjallja, dhe prit të ringjallesh, dhe fli në gjumë dhe prit ashtu si që pret dhëndri ta zgjoj nusja e ti nga gjumi. Imagjino dhëndri sa po është martuar ditën e parë të martesës dhe pret të nesërmen ta zgjoj nusja të. Pra ka një lumturi dhe ka një pret me mall të madh të zgjohet të nesërmen, sepse është një ditë e lumtur, është një ditë e re. Dhe kështu e ka përshkruar profeti alayhis salam lumturinë e besimtarit, që i fillon lumturia e atij e xhenetit që në jetën e varrit. Sepse thot profeti alayhis salam, për shkak të kësaj përgjigje, që e di kush është Zoti, e di kush është i dërguari, e di kush është libri i tij, do t'i tregohet atij xheneti, ky është vendi që të pret. Dhe ai do të lutet nga ai moment pa pushim, o Allah, bëje kiametin sa më shpejt. Ndërkohë jo besimtari, kur do t'i pyeten këto pyetje, që pikërisht kanë bëjnë kush është Zoti, kush është profeti dhe kush është libri, ai do thotë, nuk e di ç'është kjo pyetje, era parë që e dëgjoj diçka të tillë. Dhe këtij njeriu do t'i tregohet zjarri i xhenemit, do t'i ngushtohet varri, dhe pikërisht ky njeri do të lutet, o Zot, mos e bë kiametin, sepse e pret diçka më e frikshme se ajo. Pikërisht këto janë dy ngjarjet që i përshkruan profeti alayhis salam se si do të jetë gjendja e besimtarëve dhe jo besimtarëve, dhe lutim Allahun xhaleshanu na bëj prej tyre. Dhe pikërisht prej besimtarëve dhe pikërisht të dashur besimtar e përshkruan po ashtu Allahu xhaleshanu një skenë të tillë në ditën e gjykimit. Ja ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeri, vërtet që ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që të çon tek Zoti yt, e atë përpjekje do ta gjesh. Një thirrje drejt për drejt për besimtarët, që çfarëdo përpjekje që bën për Allahun xhaleshanu, zgjohesh erët nga gjumi, zgjohesh natën për tu falur, sakrifikon nga ushqimi për agjërim, sakrifikon nga pasuria për zekat e sadaka, e të gjitha këto përpjekje, një fjalë mirë, kontrollimi i egos, kontrollimi i zemrimit, çdo gjë që ka të bëjë në jetën e përditshme, jetën tonë, që ti e bën diçka për atë të Allahut, sepse përpiqesh, sepse e di që do të takosh Allahun xhaleshanu, dije se atë përpjekje thot Allahu xhaleshanu do ta gjesh, dhe jo do ta gjesh, por do ta gjesh në mënyrën më të bukur. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Sepse ky njeri ditën e gjykimit që do t'i vi libri i tij nga e djathta, ai do ta ketë llogari dhënien para Allahut xhaleshanu të lehtë. Do ta ketë llogari dhënien para Allahut xhaleshanu të lehtë, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dhe do të kthehet tek familja e tij, pra që e pret për në xhenet, i gëzuar dhe i lumtur. Ka lumturi dhe përgëzim më të madhe se kjo të dashur besimtar, për besimtarin e sinqert që e beson Allahun dhe takimin me të, që të marrësh librin nga e djathta, të nderohesh, të lartësohesh, të bashkohesh me familjen tënde dhe të shkosh në xhenet dhe shpërblimet e mëdha të Allahut xhaleshanu. Dhe kundërta përshkruan Allahu në Kur'anin famëlar, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. E për sa i përket atij që do t'i vi libri nga mbrapa apo nga majta, siç thot profeti alayhis salam, ky njeri do t'i ndjell vetes së tij shkatrim. Do t'i ndjell vetes së tij shkatrim. Më mirë të shkatrohesha, siç thot po ashtu Allahu në Kur'anin Fisnik, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Do të thot kafiri, mosbesimtari ditën e gjykimit,
I mjeri unë, më mirë të isha pluhur e hi, mos të ekzistosha fare, se sa të meritosha këtë dënim të përjetshëm në zjarrin e xhehenemit. Pikërisht të dashur besimtar, kjo sure me këtë emër kaq të bukur, interesant, gjunjëzim, gjethje, është shpallur pikërisht për të gjithë neve që të kuptojmë pushtetin absolut të Allahu xheleshanu. Dhe më pëlqen të them diçka, se njerëzit zakonisht që nuk besojnë, janë larg besimit, i mohojnë këto gjëra. I mohojnë nga mos besimi, nuk është udhëzuar, Allah i udhëzoft. Por ka një gjë shumë interesante. Ndaq të mohohet, kjo e vërtet, ndaq të besohet. Ringjallja do të ndodh. Takimi me Allahun xheleshanu do të ndodh. Ashtu si na ka krijuar herën e parë, do të na rikrijojë përsëri. Ashtu siç erdhëm në këtë botë, që askush se di si erdhi dhe pse erdhi, pse në këtë vend, pse ato prindër, ku po shkojmë, pse sa ndalojmë dot jetën, janë gjëra jashtë kompetencave tona, sepse kjo demonstron fuqinë absolute të Allahut xheleshanu. Allahu ka premtuar, besoja apo jo Zotin, do të takosh atë. Por lumaj që do të takoj atë me besim, që e lusë Allahun xheleshanu wa xhelle xhelalu, na bëj për tyre që të takojmë me besimin e sinqert dhe të largohemi nga kjo botë me sinqeritet, me fjalën e sinqert, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E lusë Allahun xheleshanu të na falë, të mëshirojë dhe të na bëj banorëve të xhenetit. Allahumma salli wa sallim.